Miqtë e emisionit për tetra ditës, grupi ynë i Gjini sot ka ardhur në një qytet i cili ndodhet mes malesh. Jam në qytetin e Tropojës. Po si është jeta në Tropoj? Kush është fjala e parë që banorët e këtij qyteti të thonë? I ndjekim. Puna në bar? Është marrët mirë. Ka marrë në Tropoj. Mirë se të ka për zoti. Po si është jeta në Tropoj? Në Tropoj jeta shumë e bukur është. Ajri mirë, qyteti mirë, pastërti jashtëmose, punë intensive. Edhe në Tropoj, ai që do me jetu s'ka vend më të bukur, po të kishte me këthy edhe i fije, sytë nga Tropoja, s'ka vend më të bukur në Glabësët, se Tropoj. Po pse çfarë ka Tropoja? Tropoja ka gjithçka, çka të duhesh ti? Bujari, besnikri, çka të duhesh ki në Tropoj, çka të duhesh, pastërti, gjithçka punëtor. Çfarë merren kryesisht banorët? Banorët tu vallaj, kush ka tokë merret me tokë, kush ka bagti me bagti. Po njerëzit këtu është jetë. Tropoja mes malesh. Mes malesh e mes gjithçkajt. Tëna bukurit që i ka Zoti i ka pa në Tropoj. Po ja kanë kthyer shpinën në Tropojës. Lumë ai që e din çka në Tropoja. Unë më thonë e ki Tiranën qështu unë të shkajnë Tiranë me jetu. Po pse mër? Nuk shkajnë Tiranë ati ki tëna... Mushën mu shkritë e ti punon me... Sa kohë ke që punon me gjelbërimin? Me gjelbërimin kam një 4-5 vjetë. Si është punosh me gjelbërimin? S'ki zonë më të bukur, të rikës një lule është një jetë sminja është, në rrit një lule. A i njëri që ja din vlerën lullës, s'ka zonë më të bukur se lullën. A njëri që ja din, unë ja di shumë. Do ta bëjmë bisedën në ullu kam kryq si që kanë tropojanët. Më thej që Tropoja ka gjithçka. Gjithçka ka. Ka ajrin, ka qytetrimin, Gjithçka ka. Gjithçka të bukur ka. Tropoja. Si të hish në Tropoj, si të kalojsh Puk, si të kalojsh Kosovën në Veshnej. Edhe ka një 2-13 vjetë që e bo Tropoja mirë. Shumë mirë e bo. Tropoja mirë, investitor, me lëshu investitor këtu, me pru investime këtu, vend më të bukur kur s'ka. Kush është biseda që bëjnë ullur këm kryq tropojanë? Burrat e kanë pa bon dikur, ata burrat e vjetër, po ku me i marë ata se janë ndek. Ju se keni trashgur pare ke? Ka pak e kem trashgur, po që na kanë lik njerëzit, janë metë edhe vetëm, janë metë shumë njerëz janë metë vetëm në Tropoj. Shumë. Edhe i ka plën, mosha bon, ka rrit, po me thonë drejtën, punohet në Tropoj. Punohet aty, në të në zonë veriut, punohet në Tropoj. Me thonë drejtë. Po me qa do të themi të gjithë qunave të Tropojës, që janë emigrim, qa do të bëjnë këta? Qunat e Tropojës që janë në emigrim, se kanë mundësi me investu në vend vetë, s'ka zgjo më të bukur një këtë tokë, se vendi i vetë. Vendi i aty ku ke le e rrit, aty s'ka vend më të bukur, po të pusho trupi, po mos pash me hangër heq të pusho trupi. Të punësh, se po të punësh, mos me punu s'ka sen. Qa do punojmë tu? Ka toka vjerë o burë. A me toka vjerë, me kësy me punu tokën ka pak. Me punu tokën. Mund të mbajnë këta të rime të pak? Po për çka sa mund me bëj investime me shteti, me hap vend me punë në shteti. Me hap vend me punë, me hap në fabrikë, me hap në shanë më dhanë mundësi me bëj biznese. E di këtu janë këthyë, këtu plët mushët vendi plët turistë të burë. Po traditat, sa i ruajnë tropojanë? I ruajnë. I ruajnë tropojanë. Kush është tradita e Tropojës? Tradita, besa, burnia, bujaria. Si vinë, për shanë si ishën disa njerë, si vinë të hujtu, se ma, kom qka unë i maj, në një që di me folë. Fjala e parë që vjen Tropoj, qka me ju më ndimoj? Qka mund të një maj, për shanë vinë që se din, vinë që të vinë Tiranë, që se vinë jugor, vinë shumë, edhe u thëma, kom qka unë i maj, në i vukazu, në i rruga, në i hotela, në i gjanë, edhe thonë faleminderit, ku a filon vend, ose edhe ja u tregoj, faleminderit, më thonë, hajde për kafe, i ftoj edhe për kafe, më ftojnë për kafe. Shumë, qesh, edhe thonë, o, tu kem kujtu se është tjetër gjanë, këtu ko ka mrekulli, thonë. Sa vite ke këtu Tropoj? Që 61 vjetë jem këtu, e rri këtu. Jetoj në lagje, pak për të që tu në Margega e qëtë, ka tu me jam. Me qëfar do e ndroje Tropoja? Me sanë. Vetëm, sa unë e hesh me sanë.
Më kanë kërku vllaznit i kam në Tiranë, më kanë kërku me ra tjetër, i thamë ja, s'du me ra tjetër. S'mija shkojnë ka dojnë në sufu, unë du me majtë. Thjesht jeta një kopshtari, lulishtari, si quani ju? Unë lulishtari në quj si të shakarriti një fëmijë, një kalamat vogël, sa po lindur edhe ka jep me hangër, me pi. Qashtu e quj lulishtari. Lulishtari është më i respektuar sekretari bashkisë. Ja, kryetari, ja. Kryetari bashkia më lartë. Ja, kryetari nuk mund ka me shumë në fazët e në punëtori ma. Kryetari në kemë ma punëtori shka, në tanë Shqipnisë u në sekretari, në thonë drejtën. Qka ja ka, punëtor, ja hetë kapelën. Edhe pse është një qytet i largët, poetët i bën bashkë, si ka mundësi? Sepse poezinë e bën shpirti dhe duke e bërë shpirti, poetët gjejnë njëri tjetrin me gjuhën e shpirtit. Nuk është largësia ajo që i bashkon më duket më shumë. Për shembull, ne në rinin ton jemi i njohur me poet të botës, kur ishim të izoluar, jemi i njohur jo vetëm me poetët rusë, me Pushkin e Senin, por edhe me poetët e gjithë botës tjetër. Ardhja juaj në Tropoj, ju ka frymëzuar për të shkruar diçka? Nuk ta them dot tash. Këto janë ndjenja që të vinë nga kujtimet që po marr këtu. Nuk i vë dot pikën mbi. Po t'japim penën dhe letrën, çfarë do shkruash 2 fjalë për çfarë pesot Tropoj? Unë e thash edhe aty, Tropoja, me gjithë se një tropojan më është kundërvën për këta, nga historia dhe letërsia i kemi quajtur mandësor trima, burrat e Tropojës, dhe burnesha tropojanet. Nuk për e them atë që më tha një burri vjetër në Grykën e kur shkonë për Dragobi, i bëra shumë lavde dhe për të mos e marrë mësysh, a i më tha, pa mirë, ta nuk ka pyllë pa dëra. Mund të ketë loj njerëzish, por fisnikëria e burrit si burr është këtu. Duke i vënë emrin Baramcur. Në qoftë se do jetë profesor Agimi, do jetë edhe poeti Perikli. Çfarë ju lidh të dy dhe çfarë s'ju ndan? Për të ndarës në ndanë asgjë, për të lidhur janë shumë gjëra, sa do të duhet të bësh një emision më vete, me mua dhe me Perikliun, për të treguar rrugtimin tonë deri këtu. Përgjigje e saktë e Agim Xhekës, ne na bashkojnë idealet, ne na bashkojnë poezia, ne na bashkojnë duhanpirja. Ne nuk duhani gjë shok. Duhani ka thënë plejt e vjetër që me një cigare gjen një shok. Kurse ne e kemi gjetur shokun dhe e mbajmë nëpërmjet cigares. Një ndërim. Në Tropoj çfarë ju solli? Në Tropoj na solli Baramcuri, na sollën shumë poet të njohur të Tropojës. Na solli Muaj Bushpapa, e shumë kush i përmend se do i njelet hatri pas së ne. Dhe edhe do vazhdojmë do vim. Tropoja për mua ngelet një vend i mrekullueshëm, me traditë, me zakone, me burni, me patriotizëm. Në krah kemi Baramcurin që ka shkruar historinë e kështu kjo Tropoj mban dhe emrin e tij, Baramcur. Faleminderit. Normalisht që për muzeun vinë vizitorë dhe janë të interesuar të shohin tradita, doket, zakonet, njekin historinë. Muzeu tashmë është kthyer në një muze të vizitueshëm dhe po vinë shumë vizitorë, janë të interesuar vinë të shohin. Është rindërtuar dhe ripunuar pas 97-s, po punohet përsëri. Rujtja e veshëve tradicionale, rujtja e gjësendëve që kanë punu, mjetëve të punës, që kanë përdorë kafshët e punës. Shikoj ato poshtë qafa,
zgjella, sa që i thojmë neve në Kosovë. Jeni vizitori muzeve konkretisht si person? Kom qef me vizitu, s'kem pas mundësi për para me dollë shumë. Është hera 2 që vizitoj muze. I pari ka qenë Kruji, i dyti ky. Për Tropojën kam shumë për me thonë sepse njeh historinë për i vite o ma herë. Për shembull, Tropoja si na kanë ndihmu në luftë, neve na kanë mbështet me strehim, me bukë, me armë, me djem, ju kanë bashkangjitur që kesë. Gjithë. Unë personalisht, vetë jam asi tipi edhe dëshiroj që me pas edhe ma shumë djemë për Kosovë që me rritë respektin ndaj komplet shqiptarëve të Shqipnisë. Se djemë të Shqipnisë për gjitha trojëve ka pas të rështonë në që ke. Kur na kemi qenë mas në kushti për me luftu për drejtën e kombit tonë që me mujtë na me lëviz lirë shumë si kur ju, kemi pas djemë. Edhe kisha pas qef me pas të ditë në çdo shqiptar i Kosovës që janë 39 dëshmorë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës me komësi shqiptare. Jo kosovare, për shqiptare. Ka pa djemë që kanë lanë punën në Greqi, në Londër, kanë arë në luftë. Unë ju falenderoj që ju jeni kaq më njohës, edhe pse kanë kaluar gati mbi 20 vite, mos gaboj, sërish jeni falenderoj. Respekt. Por këtu pas ka edhe poet shumë. Ky në fakt është një fakt që dihet, një vend e vogël të poja, por me një traditë shumë të madhe, për nga numri dhe cilësia e poetëve, dikur, por edhe sot zë një vend konsiderueshëm në Shqipëri. Mjafton të përmendim poetin Hamit Alia, Besnik Mustafaj, që sot ndodhet këtu, Skënder Buçpapa e tjerë, dhe do të ngeleshim disa minuta duke përmend listën e gjatë poetëve që njihen në rrafshin kombëtar, barkombëtar dhe ndërkombëtar. Çfarë të frymëzon Tropoja që ka kaq poet, kaq shkrimtar? Po në fakt edhe ju besoj se konstatut sot, është një klimë e mrekullueshme, është një vend që po zhvillohet, po përparon. Jemi në pragun e sofrës Dardane, para 2 ditë përfundum festivalin e kthimit të Tropojës në UNESCO për shkollat e mesme, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës. Ishte në rrafshin lokal, kombëtar, por duke përfshi edhe grupe nga Plava, Gusia, Peja, Deçani, Gjakova. Një farë mënyre, një bashkim kombëtar përmes kulturës. Pak nga pak po me thua që Tropoja nuk po e humbet traditën e tropojanit. Jo. Tradita, sidomos ajo etnokulturore, mbetet, themun, identiteti të Tropojës. Pavarësisht momente vështira që ka kalu Tropoja, vitet e vështira 99-2000, largimet e shumta, sot Tropoja ka vetëm rikthime. Jo vetëm rikthime turistësh, që mbushin rrugët e qytetit çdo ditë. Thua ka rikthime? Ka rikthime të njerëzve që rikthejnë tokat e tyre, ndërtojnë shtëpi, rindërtojnë shtëpi, punojnë tokat, ngajnë miniferma, pa mendojnë që të ngajnë të ardhmen e tyre përsëri në Tropojë. Ky është një shenjë mirë që ky vend po rikthehet drejt zhvillimit social, kulturor dhe ekonomik. Kush është kënga e Tropojanit? Mendojnë për sepse jeni shkrimtar, poet, në gëzimet familjare që bojnë Tropojanët, kush është kënga e parë? Ka shumë këngë e shumë këngëtar. Le të përmendim diku e famshme ka qenë Fatimi Sokoli, një idhull i gjithë Tropojanëve. Sot kemi Fatmira Bërçani, që është një idhull e shumë këngëtar tjerë, po vazhdojmë të mbetim në traditë. Pra, pavarësisht zhvillimin e s'po i këndojmë atyre që thatë ju, në që ceket në fillim fjalisë. Pra, besa, besnikëria, traditat, jo me këtë pasuri e UNESCO është ishte kthimi, po tradita kryesore është mikpritja, pra gjithmonë Tropoja është me zemër të hapur në çdo kusht të vështirë, të lehtë, ngjarje ose jo, Tropoja ka pas derën e hapur. E ka treguar me vëllezërit nga Kosova në kohën e luftës. Imagjinojnë Tropoja një vend i varfër, familjet s'kanë pas ndoshta ushqimin e tyre, e kanë hapur derën dhe kanë stërhuar me 10 familje kosovare pa asnjë dilemë. Mikpritin e kanë edhe për të huaj që vinë për kalu ditë të tyre. Ne po largohemi nga Tropoja. Po. Çfarë do të themi atyre që na ndjekin nëpërmjet emisionit për të traditës, por se do të vinë Tropoja?
Nuk është ajo tropoja që mendojnë, shpeshherë thuhet ose sa larg tropoja, ose sa kushtet vështira, mjafton themi që tropoja është 350 metra mbi nivelin e detit këtu që jemi. Është një vend që ka tradita kulturore, ka tradita në kulinari, janë bjeshtë në emëna, po ndërtojnë në nas të bjeshkve, do me thonë, ti mund shkosh sot pasi të marrësh emisionin në çdo bjeshk dhe janë rrugë të ndërtuara, si rezultati i ndikimit të qeverisë shqiptare, bashkisë të Tropoj, por edhe të vetë financimit nga fermerët, nga njerëzit që kanë zonat e tyne, bjeshtë e tyne, edhe stanet e tyne. Besoj që tashmë është turizmi, dimensioni kryesor i Tropojës, që mbështetet pikërisht në këto element, në mikpritjen, traditën, kulinari. Të përshëndes. Shnet pa që gjithë mirat. Nga pamja dukesh që je tropojan. Po, Kush është fjala e parë që thuhet kur vin mysafiri në Tropoj? fjalla parë, mirë se ka pru përënia. Mirë se erdhe. Për çfarë mund viju në Tropoj? Vjen për qef, vjen për punë. Ti ke ardhë edhe për punë, nësa ke ardhë edhe për qef. Dhe isha ka bo këto investigime, ke ardhë edhe për punë. Ke ardhë se ki edhe qef me pa Tropojnë. Se Tropoja është një rreth i vogël, po me tradita të mira. Kush janë traditat e Tropojës? Se po më thumë traditat Janë besa e madhe, që Tropoja ka pas besën, mikpritja që ka Tropoja, bujarin, edhe ka shumë gjana Tropoja. Me këtë do e ndroje Tropoja? Nuk e ndroj mas një rreth. Mas një. Po pse? Sepse më pëlqet Tropoja, se Tropoja vërtet o vogël, po një vend i mbledhur i dashur, se më është si një arkitektur me bjeshkt e me alpet e me gjana, me vendin e mirë këtu dhe me klimën që se kinë tonë botë klimat mirë se në Tropoj. Vjen në Tropoj, gjelbrim, male me të borë, njerëz pak. Ka një njerëzit që në tonë botë. Janë tonë bota, jo vetëm Shqipnia, e Tropoja janë në tranzicion. Edhe lëvizja është bërë, do vazhdon, se cili det ta zaj vendin e vetë, ku do shkoj. Kush është ajo traditë që Tropoja nuk ka për ta larguar ose për ta humbur kur? Tropojnë mikpritja, tradita, bujaria, respekti, kultura, dashuria, për njëri tjetrin, ose po dhe për vendin e kështu, po për njëri tjetrin nuk harrohen kur. Çfarë do themi të gjithë djemve tropojan që janë nëpër botë, nëpërmjet kamerës? Çunave do të themi që kur mos e harroni vendin tuaj nga jeni, që është vendi me tradita të mira. Mysafirit kur vin Tropoj i thua mirë se të ka sjell Zoti në Tropoj. Po. Po për tikur ç'a i themi? Të ko rruga marë, mos e harro Tropojen, asnjëherë po të vish sa më shpesh. Të qoftë rruga e mbar? Po, mos e harro Tropojen, e të vish sa më shpesh në Tropoj. Miqtë e emisionit për Tetra Ditës, ku ka më bukur ta mbyll këtë emision me fjalinë që tha zotëria. Të qoftë rruga e mbar dhe riktheu së shpejti në Tropoj. Po. Miru takofshim në emisionin e radhës. Patjetër. Faleminderit. Respekt. Shumë respekt, pas respektet mira, ç'koftë marë. Faleminderit.